Shkencëtarët shpesh na inkurajojnë me zbulime të mahnitshme dhe të rëndësishme. Për shembull, studiuesit e Universitetit të Kalifornisë kanë zbuluar kohët e fundit se si të zgjasim jetën e prindërve dhe t'i bëjmë ata të ndihen mirë. Receta është shumë e thjeshtë. Nga studimi rezulton se vetmia luan një rol kyç në përshpejtimin e procesit të plakjes dhe është i lidhur me vdekshmërinë. Shkencëtarët vëzhguan gjendjen e 1600 njerëzve të moshuar me një moshë mesatare 71 vjeç. Faktorë të tillë si shëndeti dhe statusi socioekonomik nuk u morën parasysh. Vetëm vetmia. Gjatë 6 viteve të hulumtimit, vetëm 14% e të moshuarve që vizitoheshin vazhdimisht nga të afërmit e tyre ndruan jetë, në krahasim me 23% të pjesëmarrësve pa vizita familjare. Sa më shumë plaken, aq më shumë njerëzit i japin rëndësi marrëdhënieve familjare. Në të njëjtën kohë, fëmijët dhe niprit e mbesat kërkojnë më pak komunikim me brezat e vjetër. Në përgjithësi, njerëzit e moshuar janë më tolerantë me të metat e miqve dhe të afërmve të tyre. Ata janë gjithmonë të gatshëm të ndajnë përvojën e tyre me të rinjt, si dhe të tregojnë se cilat gjëra janë me të vërtetë me vlerë për emocionet. Ne vrapojmë të marrim këshilla nga prindërit dhe gjyshrit tanë, kërkojmë receta apo thjesht kemi nevojë për përqafimin e tyre. Për këtë është e rëndësishme të kujtojmë se sa kohë ata na kanë dhënë dhe vazhdojnë të na japin dashuri edhe vëmendje. Vetëm me disa orë në javë apo qoftë me një telefonat në ditë, ju do t'i bëni të lumtur prindrit dhe gjyshrit tuaj.